Bani lidhse flokësh në dorë, hiqeni menjëherë, po i bëni dëm vetes. Mund të shkaktoj probleme të qarkullimit të gjakut. Kur vendosni një llastik flokësh në kyçin e dorës, ju shtrëngoni enët e gjakut. Si rezultat, mund të zhvilloni sindromën e tunelit karpali, i cili shkakton dhimbje dhe mpirje të gishtërinjve. Mundet të shkaktojë një infeksion kërcënues për jetën. Rezulton se kur mbani llastik flokësh në dorë për një kohë të gjatë, lëkura dëmtohet për shkak të fërkimit dhe ngjeshjes. Bakteret nga vetë llastiku dhe nga lëkura mund të hyjnë në këtë plagë dhe ta infektojnë atë. Mund të prish pamjen tuaj. Siç e dëgjuat, mbajtja e një llastiku flokësh në dorë nuk do të duket as pak elegante. Prandaj do të ishte më mirë që ju të zgjidhni një bërzëlyk elegant ose orë e cila do t'i përshtatej sa më shumë pamjes tuaj, por kurrësesi një lidhëse flokësh në dorë.